pensionit i kemi gjetur 90 euro dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin tonë shtetin e parë në rajon, ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdoj bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale. Do të vazhdojmë rritjen e mbështetjes edhe për kategoritë e dalura nga lufta shqirimtare dhe përveç rritjes së beneficionit do të ndryshojmë ligjin dhe do të heqim edhe padrejtësinë që kushtozon përfitimin e beneficionit vetëm për veteranët që nuk punojnë. Shtesat për fëmijë i kemi gjetur 0 euro, që do të thotë se nuk i kemi gjetur fare. Sot ato janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë. Ndërkaq mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë.